sa ma të lejtë implementimin e tyre. Po, dhe përmendë që kemi pas trajnime pra me mësimdhënësit, a ka qenë e vështirë shut me diskutu me ta për me informu për këto, sepse e dim që shpesh edhe ju të gjithë janë të familiarizuar kështu me teknologji. Thuaj se që 10 vite mbaj trajnime me institucione ndryshme, edhe ka komuna në cilat janë shumë të zhvilluar, po një pjesë nuk janë aq mirë. Edhe në vendet ku nuk ka investime në shkolla, domethënë normalisht që ka edhe hezitim të përdorimit të teknologjisë, se moment normal që kur mungon pajisja teknologjike nuk është e mundën as implementimi i duhur. Mirë po librat janë të përshtatshëm edhe nëse mjafton veç një kompjuter me qenë ose një projektor në shkollë. Po, pikrisht pra për këto deshta mund dalë, pak më gjithë. Ti ke qenë, ke vizitu trajnime ndryshme, shkollat ndryshme, a si ke po, a janë gatshëm është shkollat për me? Shumë komuna po një pjesë prap ka mungesë. Po. Në bazë të komunave ka raste kur ka mungesa, mirë po shumica dërmuese kanë. Mjafton një projektor në klasë, një kompjuter edhe ka mundësi më implementu. Po, sepse ka edhe detyra për prindrit, tharova me cek më herët. Po, edhe për prindrit. Ka edhe për prindrit cilët kanë mundësi me bashkëpunu me fëmijët. Është domosdoshme normalisht bashkëpunimi prind-fëmijë. Po, te kjo, besada është para po diçka tjetër apo qysh? Thjesht nëse ka nevojë ata kanë mundësi me kontaktu, janë gjitha numrat kontaktues, për ndryshe mungesa e bashkëpunimit prind-fëmijë është goxha mungese madhe në zhvillimin e fëmisë. Po, dhe duhet të besat përgjithsisht për këtë qëllimin përfundimtar, po them kështu për kodimin. A i